Prosionizmi është forma e respektueshme e antisemitizmit. Ai mirëpritet nga qeveria izraelite dhe sionistët kudo, si një bekim për shtetin e veçpallur hebre, shkruan Joseph Massad, profesor i politikave dhe historisë moderne arabe në Universitetin Columbia në New York. Në të kundërtën, antisionizmi, i përkrahur prej kohësh nga shumica e hebrejve dhe jo hebrejve deri në fund të luftës së dytë botërore, si dhe nga shumë hebrej dhe jo hebrej të majt edhe pas saj, paraqitet nga pro-sionistët si mishërimi i antisemitizmit. Në fakt, çdo qëndrim kritik ndaj Izraelit ose ndaj gjenocidit të tij të vazhdueshëm në Gaza, apo edhe mbështetja më e lehtë për të drejtat palestineze të njohura ndërkombëtarisht, sot parazohet me antisemitizëm. Pas masakrës në Sydney, ku gjatë një feste të Hanukas në Bondi Beach u vran të paktën 15 persona, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu fajsoi homologën e tij australian Anthony Albanese për gjakderdhjen, duke përmendur vendimin e qeverisë së tij për të njohur një shtet palestinez jo ekzistent në shtatorin e kaluar. Në vend që të mbajë përgjegjësi veten dhe qeverinë e tij për rritjen globale të antisemitizmit, duke qenë se ata vazhdimisht i paraqesin krimit izraelite të luftës kundër palestinezëve si mbrojtje të hebrejve në mbar botën dhe jo si akte që synojnë ruajtjen e kolonializmit izraelit vendbanimeve, Netanyahu këmbgul se njohja një shteti palestinez hedh benzinë në zjarrin antisemitik, inkurajon ata që kërcënojnë hebrejt australian dhe nxitur rrethën ndaj hebrejve që tashmë po përhapet në rrugët e botës. Me që Izraeli pretendon autoritet mbi hebrejt kudo, ndonse nuk është zgjedhur kurrë për t'i përfaqësuar apo për të folur në emër të tyre, antisemitët e pranojnë këtë pretendim dhe sulmojnë hebrejt jo izraelit si bashkëfajtor për krimet për cilat është përgjegjëse vetëm qeveria izraelite. Shumica e antisionistëve, përkundrazi, e refuzojnë pretendimin e Izraelit për të përfaqësuar të gjithë hebrejt. Ata këmbgulin se Izraeli nuk flet në emër të hebrejve si kolektiv dhe se krimet dhe arritjet e tij i përkasin Izraelit dhe qeverisë së tij, e jo popullit hebre. Kur pro-sionistët festojnë pushtimet izraelite dhe krimet e luftës si arritje hebraike, Izraeli dhe mbështetësit e tij i duar trokasin. Kur antisionistët përkundrazi i denoncojnë të njëjtat pushtime dhe krime si veprimet qeverisë izraelite dhe në mënyrë të vendosur jo të popullit hebre, Izraeli dhe mbështetësit e tij pro-sionist i etiketojnë ata si antisemit. Zbatimi selektiv i kësaj akuze është i dukshëm në dënimet e fundit ndaj figurave të djathta si Tucker Carlson dhe Candace Owens, qëndrimet e mëparshme pro-Izrael të cilëve u festuan si një formë filosemitizmi. Megjithatë, kthesa e tyre më vonshme në dënimin e gjenocidit izraelit në Gaza u etiketua si antisemitizëm. Pavarësisht meritave ose mungesës së tyre në këto akuza, fakti mbetet se as Carlson dhe as Owens nuk kanë ndryshuar rëndësisht pikpamjet e tyre për hebrejt. Ajo që ndryshoi ishte qëndrimi i tyre ndaj Izraelit. Në të njëjtën mënyrë, antisemitizmi i vërtet i shprehur nga ata që janë pa ekuivoke pro-sionist, jo vetëm që tolerohet, por edhe përkëdhelet aktivisht. Presidenti Amerikan Donald Trump, pavarësisht një historie deklaratash të dënuara gjërësisht si antisemite, vazhdon të festohet nga udhëheqja izraelite dhe mbështetësit e saj më të fuqishëm. Ai u lavdrua në parlamentin izraelit si një kolos, një gjigant i historisë hebraike dhe udhëheqësi më i denjë për çmimin Nobel për paqen e histori. Por ndoshta nuk ka ilustrim më të qartë se si antisemitizmi injorohet kur përputet me Izraelin, se sa urimet publike të Netanyahut për presidentin e zgjedhur të ekstremit të djathtë në Kili, Jose Antonio Cast, një admirues i diktaturës së Pinochetit dhe djali një ish-zyrtari nazist që u arratis në Amerikën e Jugut pas luftës së dytë botërore. Pavarësisht se sa shumë janë ekspozuar argumentet antisemite që kanë qëndruar në themel të sionizmit protestant që nga shekulli 16 dhe sionizmit hebre që nga shekulli i 19, si dhe aleancat dhe bashkëpunimet që organizata sioniste ka kultivuar me antisemit që nga themelimi i saj në vitin 1897, pro-sionistët nuk lodhen kurrë së pohuari në mënyrë të rreme se është antisionizmi e jo pro-sionizmi ai që motivohet nga antisemitizmi. Ndërsa shumica antisionistëve, hebrejnë dhe jo hebrejnë, historikisht janë motivuar nga antikolonializmi, mbështetja për demokracinë dhe besime tradicionale ortodokse hebraike, disa antisionistë kanë shprehur vërtet antisemitizëm.
Megjithatë, mbetet vërtet pa ekuivoke sot, ashtu si gjatë gjithë historisë së sionizmit protestant dhe hebre, se promovuesit kryesor të ideologjisë pro-sioniste, ndryshe nga përkrasit e antisionizmit, kanë qenë vazhdimisht antisemit. Theodor Herzl, themeluesi organizatës sioniste, u akuzua për antisemitizëm para dhe pas themelimit të saj në fund të shekullit 19. Antisemitizmi i tij nuk kundërshtohet nga studimet serioze akademike, përveç se nga ideolog pro-sionist. Vet Herzli shpjegoi në pamfletin e tij të vitit 1896, Shteti Hebre, se projekti sionist ndante me antisemitët dëshirën për ta zbrazur Europën nga hebrejt dhe për t'i dërguar ata në një territor kolonial jashtë saj. Ai përshkroi hebrejt në terma hapur antisemit si një popull borgjez dhe këmbguli se hebraishtja nuk duhet të ishte gjuha e shtetit të hebrejve, as jidishtja, të cilën e përqeshi si gjuhë getoje dhe një zhargon të mjerë e të gjymtuar, apo si gjuhët e fshehta të burgosurve. Ai preferonte gjermanishten. Në ditaret e tij, Herzli shkroi se antisemitizmi ishte më shumë se i kuptueshëm, ishte i dobishëm dhe i shëndetshëm për karakterin hebre, duke përbërë një edukim të një grupi nga masat. Ai shtoi se përmes goditjeve të forta do të vendoset një mimikri darwiniane. Dramat e Herzlit të shkruara para themelimit të organizatës sioniste u kritikuan nga bashkëkohësit hebrejnë për paraqitjet e tyre të krishterë të hebrejve. Ai gjithashtu përdorte shpesh epitete antisemite, duke i referuar kritikëve hebrej si parazit hebrejnë. Herzl deklaroi famshëm në Shtetin Hebre se qeveritë e gjitha vendeve të goditura nga antisemitizmi do të jenë thellësisht të interesuara të na ndihmojnë të sigurojmë sovranitetin që duam. Më vonë ai shkroi në ditaret e tij: antisemitët do të bëhen miqtë tanë më të besueshëm, vendet antisemite aleatët tanë. Adoptimi i vazhdueshëm pro-sionist i argumenteve antisemitike, që pasqyron pozicionet e qeverive izraelite që nga viti 1948 dhe barazon Izraelin me hebrejt, është një veprim i mirë antisemitik. Duke identifikuar Izraelin si përfaqësues të gjithë hebrejve, përgjegjësia për krimet e shtetit izraelit zhvendoset mbi popullin hebre në tërësi, shkruan Masad.